Në një atmosferë miqësore dhe mjaft domethënëse, mes dashamirësve të librit, përfaqësuesve të komunitetit Çam, ish të përndjekurve politik dhe personaliteteve të jetës publike, gazetari dhe publicisti Hyshmet Zane promovoi librin e tij më të ri me titull Çamëria, heshtja që vret, një vepër publicistike e cila i kushtohet çështjes çame dhe dramës së një prej krahinave më të vuajtura të historisë shqiptare. Libri përmbledh shkrimet e autorit të realizuara gjatë periudhës 2020-2025 dhe vjen si një thirrje e fortë për të mos harruar të shkuarën, për të mos heshtur ndaj padrejtësive dhe për të mbajtur gjallë kujtesën kolektive për Çamërinë. Sot kam fatin e madh që të organizoj një promovim të librit tim, Çamëria, heshtja që vret. Do të ishte më mirë të thonim heshtja që u loret, që vërtet, sepse është i dedikohet Çamërisë, saj krahine martire, që me genocid u përzu popullata e saj nga trojet e veta. Por ky libër i dedikohet edhe trajtimit të problemeve që kemi këtu në Shqipëri. Për shkak se Çamëria nuk është e çamëve, është një çështje kombëtare, është një çështje që meriton vetëm vëmendje. Ka të veçantë sepse është publicistik, është me shkrimë që unë kam shkruar në vite, nga 2020 deri në 2025. Ja dedikoj një krahine dhe problematikave të ndryshme, sepse shoqata Çamëria ka një stepje. Unë nuk mund të flas për partinë PDU, më intereson ajo. Mua më intereson shoqata Çamëria, ajo zgjoi bletës son, ajo që do na gjeneroj ndërbreza kauzën e Çamërisë. Zoti Zane pohon se Çamëria, heshtja që vret, ka një mesazh shumë domethënës. Mesazhi është të mos harrojmë. Të mos harrojmë se po na e vrasin kauzën e Çamërisë. Shteti grek kërkon që edhe fjalën Çamëri të mos e përmend. Në tekstet e historisë edhe të letërsis mungon Çamëria. Si është e mundur? Në librat e historisë do të mësohet edhe krahina e Çamërisë, ashtu siç është edhe Kosova. Në panelin e të ftuarve për të diskutuar mbi librin, morën pjesë profesoresh Emine Sadiku, diplomati Leonard Demi dhe personalitetet të tjera, që vlerësuan qasjen e guximshme të autorit dhe mesazhin e qartë që përçon vepra.